E ftuar në një emision, Monika Kryemadhi ka folur hapur për raportin me banorët e shtëpisë më të famshme pas përfundimit të spektaklit. Ndërsa fliste për Brikenën, Monika shpreh se ajo mori një kostum në lidhjen e saj me Mateon, duke uruar që marrëdhënia e tyre të jetë sa më e gjatë. Shumë e mirë është, jemi takuar tek grimi, pastaj nuk jemi takuar më. Nuk kam takuar shumë njerëz pas spektaklit, por Brikena më pëlqen. Mateo nuk më pëlqen më shumë se Brikena. Brikena mori një kostum në lidhjen e saj me Mateon. Shpresoj që lidhja e tyre të jetë sa më e gjatë, u shpreh Monika. Për Rogertin, Monika u shpreh se me të ka ruajtur komunikim në rrjetet sociale, duke shtuar se ai është shumë ndryshe në jetën reale, ndërsa në spektakël zgjodhi të tregonte anën e tij më të ashpër për të mbijetuar. Në Instagram komunikoi me Rogertin, me Greten, ai nuk është si në spektakël, aty donte të tregonte anën e keqe të një individi për të mbijetuar, tregoi Monika. Po ashtu, ajo tregoi se raportet e mira ka ruajtur edhe me dy ish banorët, Selin dhe Greten. Edhe me Selin kam komunikuar. Këtë të diel takova Greten me Onon. I thash që e bërë shumë e bukur, më bëri shumë përshtypje, deklaroi Monika ndër të tjera. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.